Autoriteti rrugor shqiptar bën të ditur se pavarësisht të kushteve të motit dhe rresheve të dëborës regjistruar gjatë orëve të fundit, të gjitha akset rrugor në qarkun e Kusit janë të hapur dhe qarkullimi vijon normalisht. Sipas ARSH, situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa strukturat përgjegjëse janë në gatishmëri të plotë për të garantuar sigurinë e përdoruesve të rrugës. Rreshtet e dëborës kanë përfshirë disa nga akset kryesorë në verilinjë të vendit, konkretisht Baramcuri Valbon, ura e Bujanit Qaf Morin, Bujan Qaf Morin Dogan, Sopot Kërnaj, Qaf Mejdan Tropoj Buçaj, Fjerës Baramcuri, Kukës Shtravec, Kukës Bushtric dhe Kukës Krum. Në këto segmente rrugore, ndërhyrja ka qenë e menjëhershme për të shmangur bllokimin e qarkullimit dhe krijimin e vështirësive për banorët dhe udhëtarët. Kontraktorët e mirëmbajtjes rrugore ndodhen në terren pa ndërprerje, me mjete borpastruese dhe grupe punëtorësh duke kryer pastrimin e vazhdueshëm të akseve dhe shpërndarjen e kripës për të parandaluar ngrica, sidomos në zonat malore dhe segmentet me pjerrësi, bën të ditur ARSH. Fal këtyre ndërhyrjeve, sipas ARSH-s, tani nuk janë raportuar probleme serioze apo ndërprerje të qarkullimit. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të përshtatin shpejtësinë me kushtet atmosferike. Gjithashtu rekomandohet që mjetet të jenë të pajisura me goma dimrore dhe zinxhir, veçanërisht gjatë udhëtimeve drejt akseve ku ka prezencë dëbore dhe rrezik për ngrica. ARSH thekson se do të vijojë monitorimin e situatës së terren dhe apelon për bashkëpunim nga ana e qytetarëve në mënyrë që qarkullimi rrugor të mbetet i sigurt dhe pa probleme gjatë gjithë periudhës së motit të ftohtë.